Pas arrestimit të Gjestit, pronari I kompanisë Onima pas ka reagu në një Instastory të vetën, ku ka thonë që Shqiponja nuk kap miza. Tani, ta zëm që Gjesti është një mizë. Me që qenë ka një mizja ku është Instastory I tina e postum në mundi me pa dhe vetë, në Instagramin e ti. Tani ta zëm që Gjesti është një mizë. Pse merresh me miza? Pse e man mizën me zërë aty? Le mizën le të shkon. Që po të pranojnë që është mizë, le. Pse e merr mizën? Pse e man afër vetit? Thënë kjo, a nuk është më mirë me gjetë një farë gjuhët për bashkë? Okej, jena dakord që I detyrohet kontratës, çmimin e ki pak madh 300.000 euro, po gjene gjuhën e përbashkët edhe bëneni të mundshme që mi t'i pagu ka pak ato pare, Gjesti. Le, nuk po do në vloma me ty, nuk po do në me juve. Nuk po du me lënë kërkom pajtor, as ty, as Gjestin, po... A vëden, nuk është zgjedhja kë me gjujt kungja. Zgjedhja është tani, nuk e dija e ke pas këtë fjallë mizë për Bonartin, a për Gjestin, pas njerë miza nuk janë.